gjatë rrugës shi shumë fotografi të njerëzve që i kanë gjujt kujtimet e veta. Çka më kujtohet si detaj ishte kur gjatë rrugës shi shumë fotografi të njerëzve që i kanë gjujt kujtimet e veta dhe shi shumë edhe pjesë mjete si sopata. Edhe na vike nga traktori në traktor lajmi që heqni gjitha gjanat që ka i kini thikat ose diçka që se me thikat e juja për ju vrajnë, ju masakrojnë. Do me thonë, gjatë gjithë rrugës na kena pas lloj informatë që vike nga traktori në traktor që të hiqni gjanat, hekni gjanat edhe që në mënyrë mos ju vrasin abedin. Edhe gjatë gjitha asaj periudhe do me thonë të ikjes më kujtohet gjithmonë ajo pjesa ma e trisht kur vllavi tem për një e patë ndjyshu që ishte vllavi jemi madhi UÇK. Do me thënë që ishte sikur për ngjante sikur t'ishte nga forcat e plagosura të UÇK-s, kur nuk e harrohet moment kur babi e tërhoqi, do me thënë vllavin përpjetja qojti kamt, nuk besuan. Edhe më kujtohet ftyra atina e okupusit, do me thënë i ka rrudh syt, e ka ul kokën edhe u largue. Ka thënë rregull, ule poshtë edhe u hoq nga pjesa e kabinës traktorit tonë.